Për momentin jemi një ndër sheshet më të rëndësishme të Granadës, si në aspektin historik edhe në aspektin kulturor për momentin kohën e tashme. Për faktin se si që dini edhe si që kemi lexuar, në vitin 1492 Granada pushtohet apo çlirohet prej krishterëve, prej shtetit Kastilis, edhe prej atëherë me premtime kinë se do mund të jetojnë musliman këtu të lirë dhe fenë dhe jetën e tyre, por pastaj nuk shkon 7 vjet e tërë marrëveshja prishet, me çka e ngushtohet edhe rrethi i lirisë muslimanëve për të jetuar këtu, edhe thuajse ju pamundsohet për me jetu në Granada si qyteti i fundit që e kam pas me jetu këtu. Prej vitit 510 edhe ma ndej thuajse muslimanët e kam pas pa mundshme. 1510 thuajse kam pas pa mundshme me jetu këtu, edhe pse realisht ata nuk kanë ndesh ta lishejnë këtë vend. Edhe si që dini prej vitit 800 e këndej musliman në përgjithësi, po edhe krishterët që kanë jetu në shtetin Emevit edhe shtetet muslimane më pastaj me këtu në Spanjë, kam kontribuar një kontribut madh për shkencën, dijen, filozofinë, me çka edhe si që dini edhe Hakemi i dytë në vitin 956-980 ka pas një bibliotekë deri me 1 milion libra këtu në Cordoba për edhe në Granada. Mirë po, me ardhin pushtet të Ibn Ahmerve, prej vitin 1256 deri në fund kur pushtohet këto e vazhdojnë këtë traditë me botimin, shkrimin edhe shumimin e librave, kopimin mundi me thonë. Edhe kjo sigurisht që pasi pushtohet ky vend, miren ato libra. Mirë po, krishterët në mas madhe shteti Kastiljas ka pas një urrëtie të madhe ndaj muslimanëve, edhe për faktin se një prej arsyeve, një prej mundësive për ma erujt islamin edhe njerëzit musliman këtu ka qenë gjuha arabe. Edhe për shkak se prej vitit 800-1500 këtu në Spanjë ka dominu gjuha arabe si kulturalisht, si gjuhë shkencore. Pastaj në vitin 1499 arkibishopi i Granadës për t'i përzë musliman, për t'u andalu folin gjuhën arabe, edhe për t'i konvertu në krishter, ai vendos me udhëheqësinë e Granadës, qyteti Granadës, që t'i djegin librat. Edhe mbas ulumtimeve, mbas atyre që janë marrë më këtë temë, thuhet që prej 200.000 deri 1 milion libra janë djegë në çket vend. Domethënë, është një ndodhi e hatashme për djegjen e një civilizimi, për mosdurimin ndaj një civilizimi, qoftë edhe në dobi përgjithshme, jo fetare për gjithë njerëzit. Edhe mirë po, arkibishoku i Granadës ka qenë disi më i vetëdijshëm edhe librat e mjekësisë nuk i ka djegë. Është interesant për shkak se në atë kohë mjekësia në Europë ka qenë shumë e prapambetur, ndërsa në anën tjetër tek muslimanët ka qenë mjaftueshëm e përparuar për kohën e atëhershme, edhe nuk i ka djegur vetëm librat e mjekësisë, ndërsa libra tjera të fikut, Takaidit, Kelamit, me bazë fetare, po edhe libra me filozofi fetare me autor musliman si Ibn Rushdi, Ibn Tufejli e të tjerë, gjitha janë djegë. Kjo për faktin që kjo pamundsohet muslimanëve që jetojnë këtu, folin, lexojnë, shkruajnë gjuhën arabe edhe pastaj të konvertohen ose në fund siç e dini pastaj prej vitit 1599 për shkak të kryengritjeve të vazhdueshme në vitin 1610 gjithë muslimanët i kanë pasur di mundësi ose të emigrojnë në vende tjera ose të konvertohen totalisht në krishterë, me çka disa janë konvertuar e kanë vazhduar jetën fshetas që njihen me emrin Morisco, por thuajse janë zhdukur ose një pjesë e madhe përfshirët dhe sefarditët që këtu ato kanë emigruar në Algjeri, në Tunis, po edhe në Perëndimin Osmane atëhershme në qytetin e Beirutit, Selanikit, Sarajevit. Valla se di edhe mu duhet edhe një. Çfarë